Rritja e vizitorëve në Kosovë gjatë muajit të shkurtë të 2026 duket se po konfirmon një rikthim të fortë të turizmit, sidomos nga Shqipëria, duke i dhënë një impuls të ri sektorit të hotelerisë dhe shërbimeve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë muajit të shkurtë janë regjistruar 10.820 vizitorë ditor nga Shqipëria, ndërsa numri i net të qëndrimeve në hotele ka arritur në rreth 15.000. Kjo tregon jo vetëm rritje të hyrjeve, por edhe një qëndrim më të gjatë të vizitorëve nga Shqipëria. Prizreni mbetet epiqendra e këtij interesi. Qyteti historik me arkitekturën karakteristike, trashëgiminë kulturore dhe ofertën e pasur gastronomike ka tërhequr pothuajse gjysmën e vizitorëve. Ndërkohë, Prevalla dhe zonat përreth kanë qenë ndër destinacionet më të preferuar për turizmin malor dhe aktivitetet dimrore, duke ofruar një kombinim të natyrës së paprekur dhe mundësive për pushim aktiv nga vizitorët e Shqipërisë. Operatorët turistik vlerësojnë se ky trend pozitiv nuk është i përkohshëm. Sipas tyre, rritja e kërkesës nga Shqipëria po shtrihet edhe përtej sezonit dimror, duke u reflektuar edhe gjatë muajit mars. Fundjavat, festat dhe pushimet e shkurtra po shfrytëzohen gjithnjë më shumë për udhëtime drejt Kosovës, duke krijuar një lloj turizmi të qëndrueshëm ndër kufitar. Nëse kjo tendencë vijon, viti 2026 pritet të jetë një ndër vitet më të suksesshme për turizmin në Kosovë, me një rol të rëndësishëm të vizitorëve nga Shqipëria, të cilët po e shohin gjithnjë më shumë Kosovën si një destinacion të afërt, të përballueshëm dhe tërheqës për pushime.